Përshëndetje, sot do të ndaj me ju një recetë pije që përdoret zakonisht në gjatë kohës së Krishtlindjeve. Në Shqipëri nuk besoj që bëhet, por gjithsesi unë do ta them është shumë e mirë. Mua më pëlqen shumë dhe prandaj dua ta ndaj me ju. 3 verdhat e vezës i rraj me sheqerin derisa bëhet krem ashtu. Pastaj 2 filxhan ose 2 gota qumësh i hedhim në tenxhere, hedhim dhe një gotë pana ose krem double cream, hedhim cinnamon, karafil, nutmeg, hedhim edhe pak krip dhe i vëmë në zjarr të ziej, jo të ziej vetëm sa të ngrohet, duhet të ngrohet dhe jo e nxjerr. Masi është ngrohur qumshi, ti i ngrohet sa e duron gishti, ndoshta edhe më pak, e hedhim pak nga pak tek veza, e hedhim me ngadalë se mos pritet veza, kështu që hedhim pak qumësht të ngrohtë dhe trazojmë mirë pastaj derisa ta hedhim të gjitha. Përbërin që krijuam e kthejmë prapë në tenxhere dhe vëmë në zjarr të ngadalë derisa të trashet pak. Hedhim vanilje. Vanilja jep shije shumë të mirë dhe pastaj në fund fare para se ta heqim hedhim whisky ose alkoolin tuaj të preferuar. Unë kam hedhur whisky dhe u bë shumë e mirë. Hedhim gotë dhe vëmë në frigorifer për 1 orë. Edhe pastaj e shërbehet e ftohtë, është shumë